Po ai po kërkon të drejtën e votave vetë, ai s'po bën asgjë, ai po thotë demokratike. Megjithëse mirë thotë, nuk është se Ore po ai po kërkon drejtën e votave vetë, ça mëkati po bën Auloni sot që kërkon dua rinumurim të votave, mi kam vjedhur. Kur partia më vjedhur. Ti legjitimosh që ose shkon për bordelle dikush në Shtazan thosh një lend, ç'a vitin bëhet në Shtazan. Dua babain e tij. Nuk është e njëjta gjë. Ku do të gjejmë babain e votave? Nuk qëndron si paralelizëm. Po si qëndron? Nuk qëndron. Ai po kërkon, ai po kërkon, dhe ai nuk ishte në listë të sigurt, se po të ishte në listë sigurt mund ta bënte listë hapur, më duket se ishin. Se mund votohesh po ti je listë mbyllur. Po ka qenë në listë hapur. Dhe në këtë listë hapur ai kërkon që unë dua të di a është orientuar vota, a mi kam vjedhur votat mua me orientim. Po kam foto më materiale filmike thotë që më kam vjedhur. Dhe ai do ta vërtetojë të se Po ai ka marrë 1800 vota durrës me anë goxha. Po prandaj mos është njeri që është me njerëzit aty i takon. I ka takuar, i është gjendur pranë njerëzve. Dhe kur i gjendesh pranë njerëzve, njerëzit nuk ta harrojnë. Çfarë gjendur pranë Aulon Kalaja njerëzve? Po tani nuk do bëj avokati mbrojtës të Aulonit tani, po ta them unë, i është gjendur me tërmetin, i është gjendur me protesta, i është gjendur me situata. Po nuk Kalaja është me shtëpi me qira për veten, nuk e ka sigurisht. Po tani çfarë lidhje ka kjo është me shtëpi me qira? Nuk është kjo analiza është shtëpi me qira. Jo, nuk është kjo. Punon thjesht, po nuk është analizë kjo. Se më ka thënë më. Ku i gjeti fondet që ndihmon njerëz të tërmetit? Si, ai vajti aty fizikisht, mos ka nevojë ku gjeti fondet, ai mund të ketë mbështetje nga familja. Ora mund të ketë mbështetje nga familja. Shkoj fizikisht mos. Po çfarë është mbështetja fizike? Si çfarë është kjo? Po dilti, ku ishe ti për tërmetin? Randoja. Randoja vallë ndi rafte që i kanë ndihmuar njerëz pafund, po është temë që nuk mund ta themi publikisht. Po, ai ka pas mundësi. Po mirë tani që është gjendur, paktën atë që e thonë. Pastaj për figurën në tjetër që ka fol tjetër kush. Ore kemi çundagjë Randoj ta dini, këtu e kemi afër studios. Po nuk më intereson fare më as çundagjë apo jo. Takova pak përpara. Më kam thënë. Jo, më po them publikisht. Ja fut. Isha bashkë me mik përbashkët sinqerisht po them. Për zotin. Ore hajde bëj thirrje. Ato ju në Arianin që au sjell. Bëj thirrje, Arian do na vish tani se ta pyesim ora si bëhet fjalë. Kam po them, kam. Po më mirë se bëj Arianin, sa herë të doni. Po sa herë duam, s'kemi që duam, po do me thënë të flasim për gjëra. Sa herë të duam, s'kemi që duam. Po sa herë të duam kuptimi që ai është njeri që s'para flet shumë media. Faleminderit që do vi. Po jo, po them që sa herë duam ne bëhet e bezdishme. Ore dhe ta marrin vesh një këtë punë valla tani ka vjedhë s'ka vjedhë. Do marrim. Ore tani të them dhe diçka, më fal një sekond. Ka dhe diçka tjetër. Ta them sinqerisht se e kam bërë tani se duket sikur përgënjeshtroj veten time, po është dhe e vërtetë sepse ti jo më kot pyet aq pak. Kush i ka caktuar numrusin? Partia më thën. Po. Partia, valla jo PD-ja, e ka bë për shembull sekretari i përgjithshëm se as kryetari nuk ka lidhje. Po tani nuk ka lidhje kryetari, di shumë mirë atë. E ke hap mikrofonin ti? Po. E ka hapur, e ka. Mikrofonin gjoj. Mirë. Meri tash më thash, më që dëgjosh yll, vetëm ti dëgjosh. Më fal, të lutem, partia, sekretari i përgjithshëm. Tani, orientimi fillimisht fillon kuptohet kur partia kandidatit në fjalë nuk i ka vënë komisioner zonën e tij e burr. As numrus. Pra, ja kanë vënë Arianit, po nuk e kanë vënë Aulonit. Se s'kan dash Aulonin, kanë lobuar për Arianin. Falenderoj të 77 views atje që na shohin. Ndjekësit tan, secili prej tyre dhe ata janë suporti jonë dhe zëri. Po atë i thash dhe unë, edhe atë për ata folën. Zëri real, ju falenderojmë që të gjithëve që na ndiqni. Edhe për zotin, edhe Sajmir Skënderi kishte, nëse mos gaboj, dhe ai atë tha. Skënderi është çun Tirane, çun Tirane më saktë, edhe jeton në Gjermani. Sa gjëra tha, trajtoni më me e di që bëni humor, si puna sa tha, po trajtoni më me seriozitet se kemi dëshirë në kuptimin që duhet të informojmë më shumë për i temë të caktuar. Kur e devijoni si me humor, thot, e ka se këshilla, këto do të me vënd vatin vesh. Telefoni se na erdhe. Po lere linkun tani po na bën analizën Arianit tani. Ariani po dohet ta shohë Arianit e kam thënë. Shumë mirë bëre, por nuk është se ke bën një merit, po si s'është meritër, Ariani është fitimtar fund ditës. Dakor që është fitimtar. Çështja që ndron analizo pak tani. Nesër kutit e Tiranës ndryshojnë rezultatin, a digjet Jorida Tabaku, apo jo, a fiton Ali Mehmeti, apo jo, çfarë mund cilli, po nga ana jote po të pësës, po pësim të flasësh nga ana jote. Vetë personalisht, pa rëndësi gjithë defekteve që ka Partia Demokratike, ky rezultat, se do ishte edhe më keq, është merit e njeriu, Sali Berishës. E para. Dhe Sali Berisha 500.000 vota, po... Na bëni me qaj tani.
E mirë, s'ka problem, nese. Jo, më ne ta dëgjojmë se e pyeta prioritën dhe për Ali Mehmetin. Do dalte Berisha atë. Se thash çfarë po më thoshte. Fare se desha me të ngacmuar, po nga që mpaj. Dhe tani, ajo që unë dua të them është që pjesa tjetër, sado që të ketë marrë vota, kanë dalë nga lista të hapura. Janë epifenomene, nuk janë fenomene. Berisha është vërtet që s'mund të jetë fitimtar i vetëm, po pa Berishën nuk fitohet. Ose pa u bashkuar me Berishën nuk mundet rama. Dhe kjo vlen për gjithë partitë e reja. Kjo ka qenë që ta dish ti, edhe defekti miku tonë, se është mik i përbashkët, Lulzim Bashës, i cili nuk kuptove që do të bashkohej me Berishën për të qenë pjesë e parlamentit ose qoftë për të mundur Rama. Po është tem që do të cekim në momentin. Do më thënë, ti thua që sot PD-ja ka nevojë për 40 rroga dhe për opozit. Jo, mos e shikoj. Mos e relativizo kaq shumë, po do dalet ajo. Nuk është në këtë kontekst. Nuk janë thjesht për rrogat aty. Po për çfarë janë aty? Po se kështu i bie që Luli është përzitë se Ne rrogën e marrim fare. Po çfarë lidhje ka kjo? Unë po të them, po të shpjegoj. Ne rrogën e marrim. Basha nuk doli. Unë rrogën kam xhan sa ti Bashën se bashkë kemi bërë podcast. Po mirë, më mirë, ti që e ke xhan, po unë po të them. Ore rrogën e marrim. Rrogën e marrim dhe unë po këtë po them, 40 rroga. Ço kiçi ka çlidhe ka me rrogën dëshmërita më burr. Po për deputet do marrësh dhe rrogën. Pse shikon në këtë kontekst? Jo, po them unë 40 veta marrin rrogën dhe janë 600.000 demokratë, 700.000 që janë rrugë vere, po aty në rregull janë. Si opozitar, mund të trama apo po tani për dalë të tabakut e ju si opozitar, ju si opozitar, jo neve. Opozitar janë, por nuk kam qëllim ta mund. Po është gazetar, ai s'ka ta mund. Po le ta marrë me zor të mana jo. Po nuk të vjen më çdo mirë bën ka zë. Ore, prandaj po. Mos u vjen ky që kam. Ore, prandaj kemi bër poli i qendrës. Ne jemi poli majtë e djathtë. Poli Euroatlantik. Unë jam Euroatlantik se kam uana një. Unë jam pragmatist. Tani na thuaj ne zonja Tabaku, në atë që qarkullon, me 20.000 vota, 2 mandate ajo ja ka dhuruar PD-s. Vërtetës pa, nuk i ka totalisht votat drejta. Çoj që kokën kështu se. Ka pasur suport edhe nga infrastrukturë e pushtetit. E pushtetit? Po, e partisë socialiste. E pushtetit. Ka pasur është deklaratë e fortë kjo. Nga një faktor ndërkombëtar i rëndësishëm për gjë çfarë po thotë. Po pushteti më thot mirë thotë ka hapur ç'ke. Po më. To janë gjëra që fliten dihet. Ti deri kanë atë mua që ka pazar midis Berishës, Metës, Ramës, oligarkëve. Dëgjoj, unë nuk po them gjë, unë thash dëgjoj. Po si më habi, se më bëri përshtypje. Ti di pazare më thella se kaq, s'dike pazari rreth tabakut. Jo, nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Po se tani po zena ime tani. Zena ime për skënderin. Nuk e di. Po sa i mirin. Ti ke thënë gjë më të madhe. Po, rezultati e tregoi. Ti ke thënë pushteti mediatik, oligarkik. Po, Berish, Ram dhe Met punojnë që gjithë bashkë. E ke thënë. Një lut vetëm. E ke po, thënë. kam thënë dhe them prapë. E ke thënë. E them prapë. Pastaj punoj bakoma kundër Lulit. Kundër atit punoj, kundër Bashës, se them unë si më oju. Unë ato që i kam thënë nuk trishem. Unë një fjalë që e them në dorë. E po, iko bal tani me do se ti je në të majtë shumë. Tani, ideja e majtë për te shakave që bëjmë tjetër nga dashuria që kemi për tjetër, në shkjo. Që edhe Ilir Ali Mehmeti, vëlla, do themi batut zotit Murizi. Kjo nuk është mendimi, po do ta them. Ka thënë ka dashuri me Pandi Majkon. Kush? Ilir Ali Mehmeti. Kush nuk e njeh, tha që është nga televizori duke dalë mirë. Se po ta njohë. Kështu është boshta. Do thot çdo këtu. Kaq edhe më rregull, është më rregull. Okej. Po nëse ndryshojnë votat. Gjëra formale që i dëgjojnë, unë jo. Po them votat më në gazetën Zëri Popullit. Votat po ndryshuan, çfarë do ndodhi se këto e morën vesh. Unë vlla, po tisha vënë Berishës do i kisha çuar Rita Tabakun Kukës në listë apo. Unë vetë, do ta dish, do të thosha ka sepse është i shumë i aftë dhe partia ka nevojë për zonën Tabaku këtu. O zot, më fal. Ai ja patej, po kështu që po vazhdoni origjinali do shoj. Tani edhe një pyetje tjetër, Marsit që të na përfshish pa. Më mirë se s'foli fare kjo drejt. Ne tani drejt fundit po shkojmë. Të flasë edhe ky. Tani si sa ta marr një ujë se u thava fare. Marsit ngri kokën, Marsit tani shikoj se nuk lejohet. Shikoj qytetarët. Nuk lejohet. Po. Mazniku në fushat, Spaku në shtëpi. Po. Tërmet Peçi drejt parlamentit, Spaku dhe BKA-ja në zyrë 66 milion euro, kontrole ata, nami do me thënë. Po. Sara Mile thot me zi po pres shtatorin që të përballen me ty o Berishi, thot. Që të tregoj që forca ime ka qenë reale. Zegjineja thot gazit mori malli, së të ndajt shpirti nga unë,
ç'a po ndodh mes tyre dyve, se mund të ketë, ore se nuk është çudi. Dashurit kështu linden. Po, duhet mi analizosh 4 rastet se e drejt fundit tani dhe